Gazetari i njohur Bledi Mane, i ftuar në një studio televizive, rikujtoi homazhet e bëra për ish-kryeministrin Fato Osnano, i cili ndërroi jetë më 31 tetor 2025. Mane u shpreh se shumica e anëtarëve të kabinetit të qeverisë dhe politikanëve të Partisë Socialiste kishin nga 3 kameraman ose fotograf me vete. Sipas gazetarit, e gjithë kjo ishte një hipokrizi e veshur në të zeza dhe duhet zhdukur nga rrjetet sociale. Është pak e kopshme, po e di çfarë pashte ceremonia mortore e Fato Osnanos. Shumica e anëtarëve të kabinetit të qeverisë dhe politikanëve të Partisë Socialiste kishin nga 3 kameraman ose fotograf me vete. Pozat e tyre, takimet me Gjoanën, me familjarët, ishte një hipokrizi e veshur në të zeza, por që të sillte zorrët deri në fyt. Pra kjo lloj hipokrizie duhet të zhduket nga rrjetet tona sociale, tha Bledi Mane. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.